Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Çfarë po ndodh jashtë mes Gimbos dhe Selin? Zbulohet e vërteta. Pasi Selin u shpall fituese e sezonit të 5 të Bigut, fokusi i publikut ka mbetur te romanca e saj me DJ Gimbon. Ndjekësit kanë qenë të vëmendshëm ndaj çdo detaj dhe fakti që dyshja nuk është shfaqur shpesh bashk ka bërë që disa të mendojnë se gjërat mes tyre janë zbehur. Por e vërteta duket krejt ndryshe. Pavarësisht angazhimeve të shumta profesionale pas daljes nga formati, ata gjejnë gjithmonë mënyra për t'i kushtuar vëmendje njëri tjetrit. Një detaj i lezetshëm u vu re së fundmi në Instagram, në disa postime ku Selin shfaqet si imazh i një fushate të re, Gimbo nuk ka nguruar t'i bëjë një koment publik dhe ngacmues. "Do you love me?" që përkthehet "A më do?" I ka shkruar ai duke shoqëruar komentin me një emoj unaze fejese. Selin nuk e ka lënë me kaq, por i është përgjigjur me emojin e një nuseje, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve të tjerë. Nëse ky është një paralajmërim për një hap më serioz apo thjesht një ngacmim mes tyre, mbetet për t'u parë. Një gjë është e sigurt, dashuria e tyre po vazhdon dhe ata mbeten një nga çiftet më simpatik për t'u ndjekur.